Allahut qoftë edhe për mbi gjithë ju, Allahu ju dhe mëshirov dhe ju bekoh gjithë. Dhe sigurisht ju ka mëshirov dhe ju ka beku, përderisa në këtë orë jeni aty ku përmendet Zoti, aty ku këndohet Kurani, aty ku njerëzit thirren në shpëtim. Vëllezër besimtarë dhe ju besimtare, Allahu ju mëshirov gjithë. Për sot e morëm një ajet për ajeteve të Kuranit, që bën fjalë për një çështje shumë të rëndësishme. Apo si të them, çështje që nëse ne nuk e realizojmë, nuk jemi për atyre, ka shumë mundësi që veprat tona të shkojnë dëm. Krahas lodhjes tonë, Allahu xhelle xhelaluhu na drejtohet dhe thotë: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besu, keni frikë Allahut me sinqeritet plot të zemrës dhe jeni, bëhuni, bashkohuni me ata që janë sinqertë. Sigurisht është fjalë e madhe, sepse është kelamullah, janë fjalë pa zëvendësueshme, nuk janë të ngjashme me fjalët e njerëzve. Edhe normalisht njerëzit përpara Zotit xhelalu me këtë kushtetuar, me këta ajete do të përligjen. Dhe absolutisht me gjatë tjetër. Nëse kanë qenë rregull me këto, atëherë kanë qenë rregull edhe me punët e dunjas, punë të cilat na afrojnë për ta fituar xhenetin. E para Allahu xhelalu xhelalu thret: O ju që keni besu, pra kjo barë, për të qeni sinqert, është për ata që besojnë. Dhe ju që keni besu, thotë, jeni gjithmonë në kujdes, në frikë respekt, ndaj Zotit xhelalu xhelaluhu. Edhe mas tini ndryshe. Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah, wa kunu dhe bëhuni, bashkohuni, afrohuni, jeni me as-sadiqin, me ata që janë sinqert. Allahu xhelalu xhelaluhu një ajet tjetër Kur'anit i përmend bashkë burrën edhe gratë. As-sadiqine was-sadiqatin. Burra dhe gratë. E adallahu lahum magfiratan wa ajran adhima. Përmend sinqertit, adhuruesit e sinqert, përmendësit e Zotit, ata që ruajnë nderin, ata që falen rregullisht, ata që agjërojnë, burra dhe gratë, e në fund fare thot: E adallahu lahum magfiratan wa ajran adhima. Tek Allahu thot do të kenë falje të madhe, shpërblim të madh, të pallogaritshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu nuk do të shikojë tek ju pamjen e jashtme, trupat tuaj, veshjet tuaja, por do të shikojë ato që ndodhet në zemrat tuaja. Në zemrat tona janë imani dhe sinqeriteti. Pra, se njëri ka iman, pa sinqeritet nuk bën. Ja, do të thotë, unë besoj pak, po edhe ca gjëra tjera i kom mbledhur, për t'ia shoqëruar këtë besim. Vetëm i shoqërohen ato që në ka parasit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: unë nuk friksohem për ju për në i gjatë veçantë, por një lloj shirku të vogël, të fshehtë. Dhe ajo tha është syfaqësia. Allahu na ruaj të sa shumë e rëndë. Domethënë, nëse dikton e njëri për ju sepse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ti kontrollojshin vetëm rreth kësaj çështje. Apo kemi në shenjë, apo s'kemi në shenjë. Çohë kjo syfaqësia. Domethënë, po shpejtë xhamia, po pret se po falen, po më shohin. Edhe ta rregulloj pak namazin për shkakun se të më shohin njerëzit. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në ditën e gjykimit, i njeri do të therrët thënë, edhe do t'i thonë hajde për veprat që i ke punu, do i dalin krejt bashkë. E atë s'ke pas hall ke Allahu xhelalu, me fitu kënaqësinë atij, po ke pas hallën që pak i bukur namazi jot, pak i mirë, sepse po të shohin që jetë duke u falë. U kishe për të këshillu ju, për të vetën teme.
Sigur s'ka asë një gjami, s'ka lidhje. Si që falesh natën të skeja si dëshmitar, fale dhe ditën, fale dhe në grupë. Mas ndikohat që ta zgjas pak sejdën, të lodhen pak namaz, sepse janë duke pa. Nuk friksohem prej jushtë, prej shirkut madh, po prej shirkut vogël dhe që janë së fajësia. Që të qanë, atje të ke madhe. Shumë rëzik. A e dini, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është tha shirku i fshehtë? Shumë i rëzik. Smonje dhe me thanë që vetëm kur të bish men me kontrolu vetëm, me pa, qërë do. A e dini, tha, çka është? Tha, gjanë, tha, me zhurmen, apo me hecjen e 1 milingone, tha, në i natërë. A ka provu njëri të një gjoj, kur hecjen e 1 milingone? Së gjohën në kom të atyre, kur hecjen e në tokë dhe në barë, së gjohë dhe jo. Së di, njëri dhe s'mon të gjoj. Pra, kur është natë herë, thot, pra nuk shifet, as milingone, as zonja e saj. Pra, lëvizje, hecje i milingone, thot, natën e fshehë, natën e herët, a që është i fshehë, këtë trupi, këtë njeriu, dhe më ka zonë ven aty, rejnë aqë sekret, o sa sekret? Allahu në rojë. Tregojnë për njënin për atyre borë, dhe mëdoj Allahu më shrohë, edhe për Zotin ato ka qenë të rujshëm. Betohem në Allahun që ka qenë shumë të rujshëm. Çfarë ndodh? Si mund ta pushtojnë në njënin prej nesh? Gjithmonë ta zajmë të rregullisht i parë. Edhe nderim është kërresht i parë, edhe i dyti, edhe i treti. Por shpërblimet, domethënë më shumë kërresht i parë,